Në këtë vend, duke mos pasur besim fetar, edhe kur shfaqet besim fetar, shef vazhdimisht njerëz që bëjnë kompromise të ndyra me djallin, në shpesh raste pafund, në nivele klerikale do ta quaja, për shembull sado bëhet ishte rezistenca fetare në rastin e këtij ligji. Pse se janë të komprometuar, të korruptuar një pjesë e madhe e klerikëve. Shumë pak klerikë ishin në bazë luftës. Dhe po ta shohësh on hall, ne kemi një problem me mëkatin që s'na gjykon dot kush për keq, për kundrazi. Po pra sistemi referimi që të tilla. Ne gjykojmë për mirë, mamaja i thot djalit, llafit, mos u bëj idiot si babai. Bëj shkathët. Bëj pakt me djallin. Është leksioni që mamaja në shtëpi valla. Më kupton logjikën. Në këtë vend flas. Dhe në këtë vend ku fëmia rritet me moralin e mëkatit, mëkati është ai që çon përpara. Në këtë vend ti mos prit që të ketë kufi e keqja. Dhe prandaj në këtë vend kur ata vjedhin 50 milionë euro me dorë, ke pas një gjë e vogël fare. Ata nuk diskutojnë fare dhe njerëzit që urrejnë ata nuk diskutojnë fare që ky është një mëkat. Diskutojnë ke parasysh i mori 50 na i vodhi, aty kisha vjedhur. Ky është loja. Ky është problemi. Këtë nuk kuptojnë dot, prandaj më të shkuan e para Zotit.